Po ju, a jeni gati të zbuloni tashmë Neptunin e së ardhmes? E kemi fjalin për një vend ku shkojnë të gjithë parapushimeve. Është e vërtet, sepse super teknologjia e ardhmja ka ardhur në të tashmen, ka ardhur më pranë nëpërmjet dyqanit më të ri nga Neptun. Aty keni takuar edhe disa nga VIP-at tanë që janë të fiksuar me elektroshtëpiaket. Për shembull, kush ka fiksim tharsen e flokëve, kush nuk jeton dot pa tharsen e rrobave, sa televizor ka në shtëpi Marcela Çibukaj. Zbulojnë nëpërmjet këtij materiali. E ke parasysh atë ndjesin kur futesh në një dyqan dhe nuk di nga t'ja nisësh? Oh, po shumë herë. Shef produkte, njerëz, rreshta dhe nuk e kupton apo bën pazar, apo je futur në një labirint. E pra, Neptun e ka zgjidhur këtë siklet një herë e mirë me dyqanin e ri. Ky është prezantimi i Neptunit të ri të së ardhmes në Tiranë. Dizajni është i ri, po çfarë e bën kaq të veçantë? Koncepti është krijuar nga një agjenci britanike dhe fokusi është rrugtimi i konsumatorit. Hyn lehtësisht, gjen çdo produkt në vendin e tij dhe ti në çdo moment që mund të kthehesh dhe ke në mend një produkt që do ta blesh, je i orientuar në 360 gradë me sektoret e ndryshëm ku gjenden produktet. Është një eksperiencë fantastike në Neptunin e së ardhmes. Po pagesa ku bëhet, se zakonisht është gjëja parë që të zënë syt sa futesh. Këtu janë në fund të rrugtimit për të mos penguar vizibilitetin. Në këtë mënyrë, transaksioni bëhet shumë i thjeshtë. Shopping pa stres, këtë e quaj Neptun Smart. E janë i vetë ta zbuloni. Duke shumë nice. Faleminderit. Je një fan i Neptunit, dhe kemi kuptuar ke 2 vite bashkëpunim me Neptunin. Cila ka qenë skena më e çmendër që ke realizuar për Neptunin? Në fakt janë shumë që kam realizuar. Mashkas ta falenderoj shumë Neptunin për gjitha mundësitë që na ka dhënë për promovuar produktet fantastike. Një nga promot, le të themi, edhe skenat më të vështira që unë kam bërë ka qenë kur kam xhiruar një skenë me motor, domethënë me kështu shpejtësi shumë frikshme, sa plane me dron, jashtë qyteti. E rrezikshme u dukte, se nuk ishte në tel, por u dukte sigurisht e rrezikshme. Si është të përqosh një mesazh marketingu, ndërkohë që ruan emocionet, humorin? Në thelb është pak problem duke qenë se unë vi nga fusha e teatrit dhe kinematografisë, edhe në thelb kur dua që t'i bëj gjëra dhe të bëj promovimet e duhura, të shkoj sa më në stilin e kinema, sa më në stilin e videove të cilat tërheqin dhe vëmendje. Bëjmë shumë edhe Neptunin. Neptun! A ndodhur një herë që pajisjet e shtëpisë t'i zgjedhësh në bazë të fushateve që ke bërë? A ndodh se, domethënë, këtë lumean e fundit, domethënë që kam bërë një promo kështu fantastike, Happy Wife, Happy Life, për shumë Valentin. Është vërtet kjo? Po, shumë e vërtet. Mbasi e testuam, morëm dhe këtë lazerin në shtëpi, kemi filluar depilohemi gjithë me lazer, dhe se kuptoj. Po, shoshtu. Paqime fare! Diana, çfarë ndjesie, çfarë emocioni është kesh mund të dera shtëpisë një dyqan të Neptunit? Unë urrej trafikun dhe për mua ta kem praktikisht një pallat më tutje është realisht gjë më fantastike sepse elektroshtëpiaket janë gjithmonë aty dhe gjithmonë të duhurat edhe Neptuni tani e kam këtu që do pres uljet edhe çfarë do lloj gjëra që do më duhet kam këtu. A ka ndonjë ndryshim eksperienca fizikisht në dyqan dhe ajo e blerjes online? Tani, prej Covidit ne u mësuam shumë duke blerë online çdo gjë praktikisht. Por
të prekësh dhe të vish ta pyesësh edhe profesionistin të shpjegojë të gjitha parametrat, është tjetër ndjesi normalisht, kështu që nëse do zgjidhja pavarësisht se komoditeti është tek online, fizika është e prekshme. A ka ndonjë produkt që ndoshta të ka ndryshuar jetën në një moment të caktuar në këtë moment që jemi? Tharësi i aromave. E dashuroj, në sensin që Unë që s'kam, pse ma rekomandoj? ta rekomandoj për 100 milion arsye. Jo vetëm për verës, okay. Unë jam vetëm, ti ke një familje, ke fëmijë. Pikërisht, s'ka problem. E more nga lavatriçja, e futën fare se nuk do ta nderësh, nuk do marri aromat e pluhurin për jashtë, nuk e di, është totalisht zgjidhje. Klementina, si gjithmonë dukesh në farm, normalisht me Neptunin si mos dukesh në farm, të zgjidh shumë gjërat e jetës. Se ashtu dhe ti stop. Faleminderit.